Qëndrimi më i rëndësishëm historik që Abedin Dino ka është kur në fillim të vitit 1880 grekët zbarkojnë në jug të Shqipërisë me disa anije, me një numër të madh, dikund ke 750, afërsisht 800 rebel grek të armatosur, kryesisht persona që kishin grumbulluar mercenar të ushtrive që ato kishin pasur, njerëz me përbërje të lartë kriminale që vuanin në burgjet kryesisht në jug të Italisë, edhe në Greqinë e asaj kohe, edhe ku i kishin sjell duke iniciuar ngjasme edhe një kryengritje të mbrëmshme në jug të Shqipërisë pra nga popullsia greqisht folse. Këtu spikatet roli i Abedin Bejdinës, ku me një shpejtësi të jashtëzakonshme organizohet me rrjetin që ai kishte me bejlerët edhe me figura të rëndësishme të jugut të Shqipërisë, ku për një brenda disa orësh, jo vetëm që e izolon këtë lëvizje ushtarake separatiste greke, po ku e ekzekutoi edhe më shumë se 400 prej tyre, gjë që i detyroi që komandanti i tyre bashkë me 150 forca mezi të shpëtoi kokën e tij të ratiset për në ishullin e Korfuzit.